Gjykata themelore në Ferizaj ka dënuar me 10 vjet burg imamin e akuzuar për rekrutim në terrorizëm dhe nxitje të urrëties Zeqiria Qazimi. Bashkë me ish imamin Qazimi për pjesëmarrje në grup terrorist, gjykata dënoi me 8 vjet burg Ilir Berishën e me 7 vjet e 6 muaj burg Sadat Topojanin. Ilir Kraba u dënua me 5 vjet burg, Burim Ballashi 4 vjet e 6 muaj, Jetmir Kyçyku 4 vjet dhe Lirdon Kabashi 3 vjet. Kodit penal të Republikës Kosovës i njëjti gjykohet në dënim burgun e ka zgjatur prej 8 viteve. Për veprën e dytë penale, nxitja e urrëties, përqarjes. Avokati i Zeqiria Qazimit, Murad Demolli, dënimet ndaj klientit të tij dhe të tjerëve i cilësoi të larta. Ai paralajmëroi ankesë. I mbrojturi mu dënuar me 10 vite burg. Ne do të ushtrojmë ankesën nga fatin ligjor dhe do të këshirëm në shkallën e dytë, si do të veproj shkalla e dytë, lidhe me aktgjykimin e shkallës parë. Kundër këtij aktgjykimi, palët kanë të drejtë ankesën në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të aktgjykimit në formë të shkruar. Ankesa ju drejtohet gjykatës së apelit në Prishtinë përmes gjykatës themelore të Ferizajt.